Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu në madhuar e falenderojmë dhe të pretendojmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Në vëllezërimi dhe sot takimin e radhës dhe do të vazhdojmë me leximin e haditheve të transmetimeve që Imam Buhariu rahimullah i ka përmbledhur në librin e tij El-Adab al-Mufrad. Ky libër që flet për edukatën, për mirësjelljen, për formimin e duhur të besimtarit dhe mënyrën se si duhet një musliman të reagon, të sillet, të komunikon me të tjerët. Kemi takimin e kaluar për emrat dhe satin emrat e preferuar që duhet muslimani me i ngjit fëmijës së tij, çfarë emri duhet të pasë një musliman dhe si duhet më thirr musliman me zvete. Ne kemi thënë se duhet më përgjith emrat më të mirë, më të bukur të mundshëm, me përmbajtje të mirë, domethënë se dhe nuk lejohet me e thirr një tjetër me emra nënçmues, me emra përbuzës, me emra që tjetri nuk dën me e thirr me atë emër. Por edhe në këtë aspekt është kujdes shpallja, është kujdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mësimet e Zotit xhallahu ala që edhe përmes emrit të ndërtojmë raporte të mira. Timi të kujdesshëm në komunikim edhe kur flasim me njëri tjetrin. Nga aspektet e rëndësishme të komunikimit të ndërsjellët që duhet të pas kujdes që duhet më ndërtuar edhe përmes një raport të mira është edhe ruajtja e sekretit. Nëse kjo është çështje e rëndësishme të ndërmjet e dikush kur ta beson një sekret, realisht ka komunikuar me tu me një formë të caktuar. Edhe komunikimi i hapur, po edhe komunikimi i mbyllur, është çështje që njerëzit e përdorin në të përditshme, komunikojnë mes vete. Prandaj kemi mësuar deri më tani që duhet muslimani më usil kur komunikimi është i hapur, kur komunikimi është publik. Por kur komunikimi është i fshehur, njerëzit kanë sekrete, njerëzit kanë domethënë të fshehura që nuk kanë dëshirë me i përhap. Por ka nevojë kërë dikujt me rrëfy dertin, hallin e vet, problemin që e ka. Dhe muslimanët duhet të jenë gjithmonë, domethënë, të besueshëm, dhe ta kuptojnë sekretin e dikujt si emanet, përgjithësi, që e merr me supet e veta. Don kur dikush ta beson një sekret, realisht ai ta ka besuar një emanet, sikurse më të erdhën rruma që ta, rruma që të para, rruma që telefon, rruma që të shtëpi e ke marrë përsipër me rujt, duhet me rujt. Nuk bën besimtar me koni i shkujdesur, me koni i pavëmendshëm ka shi emaneti që ka marrë. Çfarë fjala është emanet? Çfarë fjala është emanet? Nëse e din se nuk mund të marrë sekretin, i thosh fal, po mërshat mu pegoja habitat dikur mos më kallëzë më mirë. Mirë, po më marr përsipër një sekret, një emanet, pastaj më prap, padyshim që është punë e keqe. Ka shumë transmetime që flasin për këtë çështje, ka hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka fjalë të Allahut te barekuhu teala, por që këtu Buhariu rahimullah ka përzgjedhur një transmetim, domthonë që flet për këtë çështje, ndoshta jo bashkë në mënyrë direkte. Por e ka përmendur këtu një hadith, një thënie, do të drejt, të transmetuar nga Amr ibn Asi. Amr ibn Asi radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë një prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Njerëz të afërt, njerëz të mençur shumë. Edhe ai e ka thonë një fjalë lidhur me sekretin. E çet fjalë ka për Buhariu më përmend këtu. Sepse thash ka shumë hadithe që do t'i përmend disa prej tyre lidhur me këtë çështje. Ai thotë ndërkohë asaj që e thotë, çuditën për njeriu qysh ik për caktimit të Allahut kur ai ka me godit. Njeri normal është të kërkuar që mu përpjek me gjetë udhën e duhur, mu përpjek me largu për rreziqeve, mu përpjek për shembull që me gjetë më të mirën. Edhe jo me me lënë këtë punë, angazhime domthonjë që të bëj që ka caktuar Allahu. Jo, nuk është qëllimi këtu
për kaderin në këtë mënyrë, që njëri me i lënë punë të anash, me i lënë anë të ndërmarrjen e masave, jo kështu. Mirë po, këtu do me thonë që është njëri zhgënjihet, habitet, mërzitet për diçka që ka pas me ndodhë. Do muslimani i ndërmerr masat e duhura, përpjeket, në fund që ato që ndodhë është i kënaqur, çështë Allah e ka caktuar. Ma shumë s'ka mujtë me bua dhe me dashtë. Kështu i merr sebepet, i ndërmerr masat, përpjeket, për shembull për çka do qoftë, po në fund çka do që ndodhë është i kënaqur me caktimin e Allahut më ndonjë. Edhe çudita qysh për shembull njëri mërzitet, zhgënjihet, dëshprehet për çka që ka pas më ndodhë ajo, s'ka pas më ndodhë. Çka thon pejgamberi sa? "Wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak." Aja që të ka godit, s'ka pas mundësi mos më të godit. A marr fund apo? Aja që s'ka godit, s'ka pas mundësi më të godit. Nga se në këtë dunja gjërat nuk zhvillohen rastësisht. Neve na duket rastësisht e pash filanin rastësisht, tu e rrshita për ty rastësisht. Po për Zotin s'ka rastësisht, tek Allah s'ka rastësisht. Tek Allah xhallahu ala gjithë çka është me di, ai e di çka ka menduar, është gjithë dishme që ta Zot. Prandaj njëri thotë çuditna me një që e din këtë punë, beson në Allah xhallahu, pastaj plus sillet tu se ka ditë, po ti e ke ditë që kjo është caktimi i Allahut. Pse po habitë, pse po bësh, domthonë në shpërputje me besimin që ke besu që ashtu. Do të pastaj për gjëra që më çuditën është që është njëri, një trosh në sytë vetë nuk e shë, që është njëri e shë një trosh dvogël në sytë vllaut vetë, a një drungit se shë në sytë vetë. Një tmet më dvogël diku që e shë atje, a tmetat sa kota që i ka të vetë si shë avtër. Në që është njëri arrin, me te kalu tmetat e ti, e më marë punë të të tërkuna. 100 metra e ki të e 100 shimi i ki, 100 punë i kimi po. Për lem punë të tua, po mirë për punë të halkut, që di këfar punë njërë të. Dhe që këtë kemë ka që ditë. Që është mund njëri donë, ka që me konë indiferent, ka që i pakujdes shumë për të metët e ti, ndërsa ka që i zeltë shumë, e ka që i vyjë shumë ka shi, të metëve të njerëzve tjera. Dhe kjo të më ka që ditë. E e që se ka që ditë, ka qenë të nëse dikujt, dhe më thonë, ja kom besu një sekret, më thonë, edhe ajten e ka përhap. Nuk jam që di që e ka përhap, nga se thotë, unë e vetë e kom ngarku me atë sekret. Në kuptim, nuk o këto për qëllim, që mos me qërtu atë që nuk e përhap sekretin. Po, ma të mirë kuj pje kalëzën. Nëse si e kujdes shumë, apëmërësh e ta përhap, vetë ki faj. Pse i kalëzën që njëri të? Pse ngarkon dika me diqka që ti e din që e së në manë? Pse e dhe? Njëri, nuk mërë përshamu njëri cili është i njohë që si runë e manetë dhe. Kush i ka besu dhe qëka, ja ka hupë. Ti tu e dit i besan, vjenë aty të i hupa. Ti thush, shka thush? Konfaj une që ti dhash, se jo ti veç e të stutje, që ashtu. Që kimi po, ti pse e ke besu? Tu e dit që i hupë. Andaj e thot, të qështja e sekretit jëmë që dit me vetën temë, jo më ato që e ka përhap sekretin. Dëmani jëmë që dit që i kam besu diku që e kam dit që veç e ngushtaj. Nëse nuk ka mundësi me arrujt sekretin. Këtu Bukhariu do me të regu që me një transmetim i godet dy aspekte. Po, aspektin e parë që kur kalbe me diqka që jo sekretin, diqka që jo më sheft, ki kujdes, kujt pja besan. Edhe dyte kur dikush ta besan, do në dje që të ngushtan, në kafsh i Zoti, dhe më honë, me e bajt e merë, si i Zoti, ose ngushto vetën, e të me ngushtu njerin, duke ja përhap sekretin. Kjo është edukat, që se dikush për njerën të nërëzër, dhe pa e besu dikush hitë sekretin, hitë pa e besu, a i këqyr me marë sekretin. Dë njerës të folë atje, a i këqyr me qa po flasit ta. Pa të me dojnë me të kalëzu, ty të kalëzojnë, që s'po dojnë me të kalëzu. Të pre që kanë ma betë privat njerës. Në shkon për shamu dikun me pi kafe, shkon dikun me dalë, në autobus, sa ta flasin bezvitet, ta qitë për flasin. I bën 4 vesh me një qa po flasin. Qka të interesën? E me dojnë me të kalëzu, ty të kalëzën. Po ta fërvojt të kalëzën, s'po dojnë me të kalëzu. Ndaj, pejgamberët kanë dalu, që njeri me zgatë veshin në ngu, muhabet, të atyne që realisht nuk dujnë me të bërë pjesë të muhabetit. Pse pinga njerës të?
Po njerëz shumë kanë kurreshtin, kanë tepruar. Edhe në telefon me kohë për shumë të shkujt, këqyrë që po shumë, që po të interesant, unë dhe njerë që në lapë, primata. Ndaj, pejgamberi ka ndalu bile, e ka si një shembull shumë të frikshëm për ata të cilët, tentojnë me grabit sekret një njerit. Ka thonë, ma mirë është me i pikë në vesh, me plumë të shkrim, se sa me marë në vesh ti, muhabete që si takojnë atë. Ma mirë, me të pikë, me plumë në vesh, është me të kresë me të qitë, është problem. Plumë i shkrim, me të në vesh. Të mërë, është e djekë shumë. E thëtë ma mirë është që kështët me bu kabul, me pranu, se sa, me pranu me zgatë vesh, me ngu, që pa të filoni fistiku. Me marë sekretet njerëzve. Kjo është, kjo islami sa është i kujdesshëm që njerëzit në më marë punë të veta, që njerëzit në ndërtu raportet mire me zveti. Së mund është me pas raport mirë me dikon kur ti e zgatë veshën e kjo që pa të filoni. Së mund është. A e thëtë, qëka po nganë? Ose qëka po këshyrë? Ose qëka po të interesant? Me njëre, konflikti i gatshëm, me njëre, fërkimi, mes njerëzve është i gatshëm. Andaj besimtari është i kujdesshëm, domthonë në këto aspekt. E para, kujt për ja beson një sekret. E dyta, i kujdesshëm në marrjen e sekretit. E treta, mos me marr sekret që ai që e ka këtë sekret se beson. Pse për ja merr? Ai për ja beson filonit, mos ta ka besuar ti apo. Dietarët e kanë lidhur këtë çështje edhe me sekretin, fjalën, lajmin, informatën sekrete e kanë lidhur edhe me emanetet. Andaj Allahu xhallahu thot: "Wala takhunu amanatikum." Mos i tradhoni, mos i prishni, mos i humbni emanetet që i keni marrë me supët e juaja. Emanetet e ke marrë përgjegjësi. Andaj ki me dhonë përgjegjësi për Allahut për emanetet që i ke marrë me vete. Sekretin e përhapun që dikush të ka besu, ki me dhonë për të llogari për Allahut mëndu. Është privatësia, është rëndësishme shumë të rëndësishme. Ato që ka dikush, s'do me di dikush, për mes tina, me morësh për mes teje, është pa dyshim nga veprat e shëmtuara. Dhe pse këtu pa dyshim të ndërozë, ka nivele që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të përhapjes së emanetit. Ka shumë të ndryshme. Dhe varësisht nga rreziku i përhapjes është edhe shëmtueshmëria e mëkatit. Për shembull, dikush më i përhap sekretet, me shpionu për armikun, sekretet e vendit vet, popullit vet, me kallëzuar armikun që ashtu bujnë apo, kjo është më e keqe. Është më e keqe me bashkëpunim me armikun, me bashkëpunim me kundërshtarin, me bashkëpunim me keqadarsin kundër vendit vet. Kjo është më e keqe. Kjo është tradhti, kjo është gjuna, ata është një madh. Kjo më të këqija është më shumë. Ajo është niveli i lartë kjo. Ose për shembull, ka në këtë sekretet e familjes për shembull apo. Të ndërrozë, këtu pejgamberi na ka mësuar që njëri ne keni kujdesshëm për shembull të ndërrozë kur dy familje miqësohen mes vete. Don një djalë e merr një vajzë, martohen. Që jo vajzë thashë ka çështje ndo sekretet shtëpisë që s'ka pas më herët apo. Nëse ta shtëpi i ka mohabet e veta, mëra në mureve, i ka vetat, lëshimet, mohabetet, sekretet, i kanë veta, çdo kush, që ata janë 4 mure, njerëzit me padash mërdu ton bashk, i kishë nërzu muret. E ton këshin guqa, komunë që kiti, po e kanë një farë privatësie, çdo kush e ka privatësin e veta, po. I kanë çdo familje i ka mohabet e veta që s'kish pas shef, ato mohabet i midit familjet e tërë. Është normali kjo punë ato. Që e nuse që vjen këtë shtëpi, ta shko qasën dhe mohabete që s'ka pas më herët, apo. Mi përhap tash ato është pabesi ato. Tash ta kanë besu shtëpinë, ta kanë besu mohabetin, ta kanë besu familjen. E tash me tradhtu këtë është tradhimi i emanetit. Pastaj edhe përhapja e sekreteve ndërbashkëtorë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga veprat më të shëmtuara tek Allahu i manduar është, domthonjë që burri dhe kryja të kenë qasjen e privatësinë e njëri tjetrit, pastaj ta përhapin ato. Burri dhe kryja kanë qasjen e privatësinë të afërt që të s'ka. Tash ato më shkojnë përhap dikon. Do të me përmend që kanë ndodhur brenda dhomës tyne, është nga gjunat e mëdha ato. Që kjo mund më kone thjesht dikush po. Kjo mu përmend, po njerëz e përmendin. Flasin shoqni, flasin rrethet ngushta, ndaluam ato. Ka se
Islamin e ka mësuar që privatësinë duhet me rujt. Ajo që është familjare, ajo që është e brendshme të mbetë e brendshme. Ose për shembull të ndrozur dikush e ka një problem edhe vjen edhe ta beson. Problem për shembull e ka me gruat vet, ka me vëllait vet, ka me prind vet, ka me kujshit vet, ta beson. Edhe më qynja për hap, a keni një filoni që shtu e më kalzoj kështë të lashëm, pa e me dash kështë kalzoj vetë, me për hap është pej gjunaheve, me punët këqija, të shëmtuara. Ndaj ruajtja e emanetit është obligative, edhe për hap e emanetit është gjunah. Ruajtja e sekretit është obligative, edhe shpërndarja e këtij sekreti është nga mëkatet. Ndaj Islami na ka obliguar që me rujt sekretin, me rujt në më fjallën që e merë, ose mos e merë, për me vete. Që ka pejgamberi i ka eduku besimtarët e kohës ti, që t'jenë të kujdesshëm me rujt fjallën. Madje edhe kur e ka qenë fëmijë, pe një vazhdi ka mësuar. Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë fëmijë. Nona e Enesit, të ndrozën, nona Enes ibn Malik u kon pe shokët pejgamberit, u rrit në shtëpi të pejgamberit. E nona e tij nuk ka pas burr. Për shkak se burri i saj, burri i saj se ka pranuar Islamin. Ka qenë në Medinë, s'ka dorë me musliman. Edhe ka ikë, e ka lënë gruan, shtatë zane, edhe e ka lindër. Ose ka lënë fëmijën e vogël, e nëse ka lënë të vogël e ka shkuar. Edhe kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka dashur me diçka me ndihmu pejgamberin, s'ka pas me çka, ku ngru, pa aft me ndihmu, që punë me ndihmu, për shembull, burrat në luftë, në betejë, s'ka mujt. E ka thonë dëgumi Allahut, mos po di me çka më të ndihmoj, që kam që djalë, po ta dhoq që tu e të bën hizmet apo. A djali i saj u kon. Normal, se ka thonë me e birësu pejgamberin, jo apo. Po ka unë që është i vogël kë, e gjinet apo. Gjinet. E nëse ku një vogël tash, i ka pasur sa, ose i ka pas 10 vjet, disa që ne shërbim kryma që të punë, shkëthër me filonën, mi u gjitë pejgamberin, shiko, nuk ka pasur me diçka me kontribut tek pejgamberi alayhi salatu wasallam. E pejgamberi ka pranuar nesër jo me shërby, se s'ka pas nevojë, ka pas ku shërban, po me eduku fëmijë që më mësu që nuk që kur rritet, me ditë që është me mësu tjerë. Që ata Enes ibn Malik u pidjetarë, më thaj. Po pidjetarë, pse? Se rritë shpet pejgamberit alayhi salatu wasallam. E ka mësu pejgamberit gjithë çka. E thot Enes radhiyallahu ta'ala anhu, thot, një ditë kam qenë duke luajtur me fëmijë në rrugë, se fëmijë u kon të luajë fëmijë. Thot edhe më ka thirr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shku me ja kryen një punë. Tash parani çfarë sekreti ka mundë pejgamberi më ia besu fëmijës. Pa dëshmë se ka besu në një sekret shtetnor, apo mërash, asoj sekret të madh, po në sekret të zakonshëm. Shko, thema filoni dhe mos e bë të madh. Shko thuj filoni që vetëm mos e bë të madh. Çi kaq? Edhe ai dhe shku me ja kryen atë punë pejgamberi sa më vonu. Kur ortë nona vonë, ka nona vet kumete. Ka unë kesh me ja kryen një punë pejgamberi sa. Ka çfarë punë, ka sekret është. Son të kallzoj. Nona zot. Ose pejgamberi më ka mos me kallzoj. E nona vetë u konë edukume. Si konë, hajtë veç nona s'ka dojë s'ka gale, se ja prish tani edukatën. I konë birë jam nësë është sekreti pejgamberit, mos e ka zë kërkujtat. Enes ibn Malik e ka kallzu këtë rast, kër o bëj vjetër, e ka kallzu në zansit vetë më të afërt, Thabit el-Bunani. Thabit el-Bunani ka qenë një devat shumë e djetarve, ka mësu të Enes ibn Malik. I ka thonë, o Thabit, o Sabit, në Sabit të me i Thabit e ka posami. Me i pas kallzu dikujt, që sekret të kështë kallzu ty, se du fort, ama asu i s'po të kallzeb. Së kondi qëka, se me kondi qëka që është me rëndësit madhe, e kështë kallzu, për fej, për shambull, jo. O konë qështje e zakonshme, ama o sekret. Do të me mësu fëmijët me duku, me majtë sekretin. Jo, fëmija që të në të nga që ka shpija, kallzën fëmija. Ja, me duku fëmijë që jo që ka shpija, kallzën fëmija. Qa njën këtu, që kështë këtu, jo me kallzu për jashtë. Me eduku se rrugën e sekretit. Në rrugën e fjallit me eduku, që ne ka mësu pejgamberi alayhi salatu. Që ka fëmiju konë dhe ka rrugën sekretin. U dek në azim që çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ama këtu që ka thonë, s'ka du me fejkja, se fejnë s'ba me mshef. Nuk ba me fejnë me mshef, që atë din për fejnë me kallzu. Mirë po, ka qenë çështje e zakonshme, në shka filonit ka dhe qështut, ose shka qeja që ta, që ka qëtë. Ama e ka dëku në sekreta. I ka mësu pejgamberi se me thmit i ka mësu që, parado sa kanë qenë, që kanë qenë
të rriturit. Prandaj muslimani është i besueshëm. Muslimani e kupton sekretin, domethënë si emanet. Madje të ndonjë këtu vjen të përmend edhe një çështje më rëndësishme tek marrja e emanetit. Po sa i ka kushtuar Islami vëmendje kësaj pune saqë ka herë nuk ka nevojë me të kallëzuar hiç njëri se është sekret. Ka thonë pejgamberi Aisha, nëse dikush gjatë komunikimit ku fol me ty, kthehet djathtë të majtë këshyra pengon kush e të kallëzon. E s'ka që të është të më shëpse, ti e përshë që vetë të këshyra pengon dikush. Me kuptu dikush me gjestet e ti, se o sekret do më mja besuohë. Dhe në këtë shkallë me kom besimtari i vëmend shumë. E si të është të këshyra o dikush, me di shka të kallëzërë. Ti mja përhapë. E të pse përhapë? Po të shumë thema se përhapë. Ti e pe që këshyra djathtë të majtë ako kush, ti vetë për të kallëzër që ka qenë sekret. Andaj vëmë që besimtar është i meqëm, nuk ka lojë këtë mi a spjegu. Ka merë vesh me syve, ka merë me shaja, ka merë vesh me sile, kupton, e mora vesh. I meqëm me konë, je me konë i hutum, do të këtë mi a vizatua. Muslimani është i meqëm, muslimani është i gjindshëm, muslimani është i kujdesshëm. Andaj edhe këtë rast, kur dikush i rrëfën diçka edhe, për shembull, jena 10 vjet në xhami. Edhe dikush preton me dalë njerë, edhe veç pa kapë. E të kallëzon diçka. A do të me të kallëzoj qëto që mos të kallëzoj kërkujt? Jo, s'ka lazëm, a tu ka prit me dalë të tonë, e të ka thirë me shtëpi, bjen që është sekret. S'po do me i kallëzoj dikujt, po do me shtimet kallëzoj. Me këto besimtari kupton që nuk bën këtë fjalë me përhapë. Nuk bën këtë fjalë me përhapë. E ka fjalë që mund me konë sekret, po bën me përhapë. Për shembull, të nëzër, dikush ta ka përmendur një punë mirë që ka mu, më që kërkuj me zëmë i kallëzoj. Tash aju dek, ja përhapët mirë, tash se s'ka mu rrezik. Apo s'ka mu kuptim me majtë sekretin, përshka kësa aju dek, a i s'ka pasi me ditë kërkush punë mirë, sa kon gjallë me livdu dikush, mi thonë, s'ka dash marrë me këtë punë, zotë e din, ama ti ke marrë që këmë po, më shefe që tu. U dek, ja përhapëm, u kry mu misioni, s'ka mu. Ose për shamu ta ka bezu kërë një sekret, edhe tash e kënia i tu ka zu publikisht. To s'ka ka sekret mu. U konë sekret dhe i dikur, tash a i vetë për e përhap. Me që a i vetë për e përhap, lejohet me e përhap. Om për e përhapaj, nuk bënd ti me e përhap. Ose për shambull, ka të bëjmë ndë një krim. A e pëse sekret, për shambull, dikosh në maj, e krimi më shefët, ka i që bën krim, krimi më shefë krimin e vetë. E ki obligim krimin me lejmëru. Jo dikush për shkak pa fajshëm me psu, për shkak se nuk e din kush e ka bu krimin e ti e din. Me kallëzu, me thonë dikush, e pse kallëzove promë që më ke pa të vjedhë? Jo, ka me kallëzu gjithë. Apo, a din që du të me më shef sekretin? Jo, me më shef sekretin e marë, jo të më rapsht. Se kjo sekret ose aji, po jo, ose ke pa dikon për shambull i cili, tu dalë, e ka rrok kirën e dikujt, edhe u shku. Ajo sekret sa hi, s'ka që dikush me pasit, me pa dash me pa, ishtë nade, kishtë do në telefonin, ta preka kirën, apo s'ka dash. Ti e ke pa, e ke shu numër, e ke lëmë polici, që kërë e ka dëmtu që të kërë, po iku. Ajo me thonë, e pse ti ke kallëzu sekretin në? Kjo më kallëzu kjo, se ke dëmtu njërin, gjitha sekret i cili e dëmton dikan duhet që besimtari me konë dëshmitari drejt, edhe me dëshmu drejt për te në organet përkatëse, të cilët realisht miren me kompenzim, me vendosje të drejtësisë që zhut e kështu më radhë. Andaj, nuk kanë me kallu unë e këmë kallëzu. S'kanë, ka e kallëzën edhe në konfidencë, më sheftë. S'kanë, si me ditë kështë e ka thonë. O du më që ka sekrete që realisht duhet më përhapë. Ama jo gjithë kënë, përhapët edhe që duhet. Për shemë dhe në gjemi më me pa, dikon të bënë e veprim të keqë, e kështë më radhë, të me lemru hoqë. Në hoqë kom pa një unë, kom pa këta, i më da publikisht. Ta një hoqë atin që ka banë kënë e thjerëve. Ama du me pas bashkëpunim që me arrujt qëtësi, me arrujt sigurin, me arrujt pasrëtin e gjamis, me arrujt objekt në gjamis, këna obligim. Andaj, besimtari në këtë rast, nuk konsiderohet se e ka përhap sekretin, por konsiderohet se e ka arrujt komunitetin duke e zbulu një sekret që dikush ka do më sheft më rabon e i dëmë. Këtu me konë i meqëm, i me konë këtu muslimani i hutu me thonë që kjo sekret nuk se kalëzë që ka bo dikush. Jo, të me kalëzohet, no. Se të me ditë ku kalëzohet e ku s'kalëzohet. Andaj gjithë që ka është e spjegume që të bëhet me maturi, që ka më rëndësi. Gjithë që ka është e spjegume që të bëhet me dobi përgjithshme, me mirësin
e prizme të komunitetit. Por në esencë, thash, besimtarët aq që e ruan sekretin, e ruan mshaftën. Kur dikush ja beson, ja ruan emanetin. Ose nuk e merr me veti. Dikush marr me thonë sikur se përmend dhe pa e përmbyllur, po më thonë që burra kam një zart të madh, kam një sekret, ama kur më rrita, që burr, s'e moj. Wallahi kam dhënë më shaqbuja dikun, unë s'e moj. Te kallzom ama zgarantoj që si ka dhënë dikujt apo. Ato është kallzonis. Ose ani kallzoj se gale është e ani po. Po njëri me ditë hallin vet. Po jo më marr sekrete e pastaj mos më do njerit fjalë nga se thash, mbajtja e sekretit është, mbajtja e mshaftës është emanet që besimtari e merr me supet e tij dhe për të jep llogari para Allahut të manduar. Kjo është që Buhariu ka përmendur këtë kapitull në kuadër të ndërtimit të mirëfillt të komunikimit me besimtarëve është edhe ruajtja e komunikimit të mshaftë. Mos me e publiku, me e rujt. Veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje madhore, sikur thash, çështje me përmasa të interesit kombëtar, interesit popullor, interesit të madh vendit, me pasni kujdes, mos e bëu argat armikut, e mi bëu argat shejtanit në udhë billah, me dëmtu vendin e vetë, me dëmtu popullin e vetë, me dëmtu fenë e vetë, me dëmtu familjen e vetë. Për çfarë interesi këto muslimani kur nuk e bën? Për shkak se e din se duhet me rujt ato që i shërben vendit vetë. E tani duke shkuar edhe në nivele më të ulta, do të thash familjare, fqinësore, miqësore me njerëz që gjithçka që nuk ka shpëtim për hap, nuk e përhap. Nëse është besnik, muslimani është besnik, është i sigurt në fjalën e tij, është i sigurt në veprimet e tij, në komunikimin e tij, nga se çështu ruhet shoqënia edhe shumë ndërtohet besnikëria mes njerëzve. Kur të ndërvozën hub besnikëria mes njerëzve, kur s'ka një kujt dy fjalë më e kallzu, s'ka dashni moti, s'ka respekt më. Të veçuj kush ku më i pikujt punët, se s'ka më kush më ka me komuniku fatkeqësisht, edhe shoqënia shkon duke urrënu Allahu na rrit. Kjo është ajo që ka me këtë pjesë, ruajtja e sekretit me disa rregulla të përgjithshme normal. Për shkak se tani Imam Buhariu rahimahullah ka qenë kufizum në këtë transmetim, po tentuam me zgjeru pak me disa kuptime që s'paku më pas më të qartë çështjen e ruajtjes së sekretit që ka forma ndryshme dhe ka të shumta, që muslimani megjithatë duhet të jetë njëri i sigurt, edhe njëri besnik, që kur dikush të beson diçka, e quhen vend emanetin që e ka marrë mbi supët e tij. Allahu na ruaj nga mashtrimi, nga tradhtia, nga tradhtarët, nga mashtruesit, nga dyftërshët e ndryshëm, na ruaj Allah nga çdo ligësi, nga çdo lig, e na mëson Allah xhallahu ala që të jemi besnik karshi njëri tjetrit, edhe që të arrujmë emanetet njëri tjetrit, të arrujmë fjalën, të adhojmë besën për diçka, e temojmë besën e dhënë, që është na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allah shpëj për menjë me kaq për mërs. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.